mirë mbrëma miqtë Fokusit dhe të emisionit Zgjohu, kënaqësi të takohemi edhe sonte. Në një kohë kur njerëzit përballen me stres, me ankth, me depresion dhe sikur po e harrojnë realitetin me cilin po jetojmë sot dhe përballen me sfida shumë të mëdha. Ndoshta në ndonjë moment u duket sikur gjithçka po shembët në jetë dhe nuk e kam forcën që të vazhdojmë përpara. E për gjitha këto, në një bisedë për kohën që ne po jetojmë sot, do të flasim me aktorën dhe grimerën, e cila ka dhe një studio të saj të bukurisë që kam shumë kënaqësi ta kem sonte në studio, Lena Berishën. Lena, shumë faleminderit që je sonte pjesë e emisionit Zgjohu dhe kënaqësi të kem për një intervistë shumë motivuese për gjithë publikun. Është kënaqësi e veçantë më kon për atëra. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe në këtë emision që është për një shumë motivues, më ka rënë me pa shumë shpesh, edhe jam fanse e emisionit tonë. Shumë faleminderit, Lena. E thënë nga ty e vlerësoj sepse kam pa disa nga intervistat të tua dhe duken disa mendime shumë të shëndosha për opinionin publik. Lena, po e fillojmë pak që nga periudha e fëmirisë, kështu ne e nisim Zgjohun sepse kemi një program motivues. Si e kujton atë periudhë? Fëmiria e Lenës u kon shumë e bukur, nuk bën me mohu këtë sen, se u kon një fëmiri shumë e bukur. Faleminderit familjes tem që ma kanë mundësu këtë fëmiri. Jom rrit larg prindëve të mi, me një periudhë të jetës tem, fëmirisë tem, po që jom kanë afër disa prindëve që nuk janë biologjik, po që më kanë rrit shumë bukur edhe atë pjesë të fëmirisë tem e kam plotësu shumë mirë edhe më kanë eduku, po besoj që është mas miri. Nuk më kalon shumë me ndi atë mungesën e prindëve, pavarësisht se nuk krahasohet ose nuk zëvendësohet në kur gjo, po prapë se prapë u konë një fëmiri që kum pa shumë sene, kum dalë shumë, kum njohë botën jashtë shumë edhe më kanë ndihmu shumë. Tash e shoh që më kanë ndihmu shumë për të ardhmen. Lena, ty publiku të njohu nga seriale Osamir Kids, ke qenë aktore, pra. Si e kujton atë periudhë, si u bërë pjesë e atij serialit? Realisht pjesë e serialit Osamir Kids ka ardhur për arsye se unë më kanë ftuar te Osamir për të mëdhaj që u kon. Po kur në njëjtën kohë kon u kriju edhe seriali për fëmijë, edhe kur më ka bë ftesa për Osamir, edhe më kanë lajmëruar që ka bëhet edhe një serial Osamir Kids, dëshira më e madhe u kon me punu me fëmijët, edhe unë i du shumë fëmijët për ndryshe, edhe thësha, okay, ta provoj pak më ndryshe ti të fëmijët, po u kon eksperienca më e bukur që e kujtoj unë në këtë lami të aktrimit. Do të thonë, u kon seriali që e kum dasht mas shumti dhe që e du hala mas shumti. Tash je edhe një biznesmene, ke hapur edhe një sallon të bukurisë. Si lindi ideja, apo është e vështirë tash aktualisht me pas një biznes? E vështirë është, realisht, nuk mundesh me thonë që nuk është, po më varet edhe sa ti punon në drejt asaj punë ose drejt asaj ëndre që ti ki me zhvillu. Ideja që ka ardhur më hap në sallon nuk konë që unë për një kohë shumë të gatë, jam konë modele e ftyre shumë salloneve të bukurisë nëpër Prishtinë edhe në Kosovë, edhe grimin gjithmonë e kum dasht, po që si biznes, do isha me hap një biznes, që me startu një jetë ndryshe, me bo një ndryshim të jetës teme, edhe çka me bo, shoku jam i ngushtë është frizer, për ndryshe është Ardi, edhe e kisha si me thonë si kratë djallë shumë sigurt, një njeri që më isha me reziku me hap një sallon, se si femër është problem pak me marrë një vendim për me hap një biznes. Sidomos në Kosovë është pak më sfiduse si femën me hap një biznes, po që fatmirësisht ka ecë shumë mirë, edhe u konë gjithçka shumë e lehtë, ka shku gjithçka shumë rrjedhshëm. Lena, arsye pse i përmenda këto dy është vetëm me bëj një pasqyrë të shkurtër të Lenës për ata që ndoshta edhe nuk e njohin shumë mirë. Edhe pse tash të gjithë njohim nga intervistat e tua dhe ti e njeh shumë mirë botën e showbizit. Si duket bota e showbizit, sepse njerëzit kur i shohin ata duket më ndryshe. Ne pasqyrojmë qërat pak më ndryshe në televizion, po realisht në prapasjet nuk duket ashtu siç është. Nëse flas si publiku kushdo që del në televizion, si ke dikush, si s'ke dikush, i kum pa shumë komente, sidomos unë po flas për komentet tona, se nuk himi këshir komentet e tjerëve, po si ndajtë 10 vjet në televizion, si ndajtë 2 ditë, prapë se prapë komentet ka më kone kush je ti që po del në televizion, kush je ti që po t'japet hapësirë me fund televizion. Realisht, me një anë nuk kam faj, se për një me pak ja ka nis me deviju ke pjesa televizionit, po hapen temat kota që ka njerë priton njëri edhe me unal mingu. Po bëhen ftyra publike, do ftyra që thjesht nuk besoj që ka naj vlerë promovuse, nuk ka naj
Nuk ka ndaj vlerë që ka me të kallëzu ty. Mendon që po abuzohet me hapësirat e televizionit? Po abuzohet shumë, tash qysh po arrin, qysh po dalin, nuk po di as unë, as në fakt nuk jam shumë e interesuar me ditë. Po fatkeqësisht po, se tani edhe ti kur po del me jep një motiv ose kur po del ti me fol një fjalë që mendon që mundet me ndihmu dikujt për të ardhmen, ti automatikisht bjen poshtë se një ma nalë se ti ke tu fol kot, mandej ti kur del priton edhe veç gjuhën edhe ty. Vetëm po është pak e dhimbshme për televizionet edhe për njerëzit që për me kanë çka me dhonë në televizion. Unë nuk pëlqej vetën në atë pjesën që unë jam komedit kushi, por realisht jam për derisa jam këtu ku jam sot. Mirë po fatkeqësisht po, na kanë qit poshtë nuk qet kërkosh, du me thonë që publiku derisa ta akcepton që ti nuk je si kur aja tjetra, e ke pak problem. Du me thonë është një farë sfide në veti për me i kallëzu publiku që hej, unë nuk jam si kur aja që e këshyre ma heret, nuk i nevoj me më shajt mund me nervoz të asajna. Se shpesh i hajna të shamet me nervoz dikuj tjetër që krijohet. Lina, ajo që ka e vlerësoj të këty është që e ke mbrinë në një pikë të karrierës pa bërë zhurmë të skandaleve. Do më thonë, ajo që ka rënë në sy është pjesa jote në aktrim, ato TikTokat e tu që i ke bo, po do më thonë e ke mbri një pikë të famës pa bë skandale cilat tuaj se janë sikur trend. Edhe njerëzit mendojnë që nuk mundesh me mbri në karrierë pa bë skandale. Cili ka qenë qelësi i suksesit për ty? Të qenurit vetvetja. Edhe të qenurit natyral në çdo aspekt. Do më thonë, si në punë, si në ekran, si në aktrim, si në biznes tash, jam shumë vetvetja. Edhe kur nuk jam shfrenu në asnjë lloj pike për me ranë sytë të te ose të dikush tjetër. Sa herë kum dalë, gjithmonë kum zgjedhë më kon vetvetja edhe gjithmonë u vlerësu. Pavarësisht që thonë nuk të sheh kërkush ti nëse nuk e bën sa po të shohin, ndoshta të merr pak më shumë kohë, se nuk është që për shembull që 2 vjet jam të dalë në televizion, se është karrierë gati 10 vjet që unë veç jam të dalë në televizion, pak e shumë me aq sa komujt, pa skandale, pas nevojë për me dërgu sponzora me një televizion ose me një diçka. Unë kom dalë thjesht që kom jep një mendim temin që u vlerësu pi publikut edhe më kanë kërku publiku. Edhe po menoj që kjo është qelësi edhe është ma e fuqishme, ma e fort, rënja e saj është ma e fort kur ti nuk bën skandale. Se krejt e dina që me një skandal ti mundesh më bo viral për një kohë shumë shkurt, po që kur nuk kish çka me dhonë në vazhdim. Mundet me pas pasoja shumë të mëdha. Po, pasojat kemi pas të na herët, sidomos na si femra, du të me ditë që pavarësisht jena një qenje e butë edhe jena një qenje shumë e ndihshme, nuk guxojna me rreziku sene që të prekin sidomos në karakter ose në pjesë që janë shumë nana, veç kur je nanë, ti si femër ki më bo nani ditë. Edhe ajo është një vlerësim që Zoti ta ka dhënë ditën që lind ti si vajzë. Edhe ato duhesh me vlerësu ti edhe me respektu fuqishëm atë sen, që mos me i keq përdorë për famë për shembull ose për senet caktume. Edhe unë menoj që unë e kum vlerësu shumë të vetja jame, si femën që jam, e kum dash veten shumë si femën që jam, edhe kum luftu në çdo aspekt që mos me ul poshtë për asnjë lloj arsye. Dikush dashurinë për vete, shoqën tek ne në Kosovë, e shohin pak edhe si egoizëm. Edhe pse unë mendoj që njeriu do të me qenë goxha karakteri i fortë për me dashur veten, sepse ti kur e don veten kanë me dashur edhe gjithë tjerët. Një person që ka respekt për veten kanë me të respektuar edhe tek tjerët. Po kjo nuk është shumë e pranishme Lena në Kosovë. Nuk është. Nuk e di pse. Më duket si është gjithçka shumë sipërfaqësore tek ne. Po e vërtet. As unë nuk e kam pas dashnin për veten prej fillimit kështu. Mu ka dash kohë, mu ka dash sfida me kalu, mu ka dash të më rëzu nashta për me uqu edhe me ditë vlerën teme. Se kur jom rëzu edhe jom qu veç vetë, e kum pasë okej, unë nuk ka forca e vetës teme. Nuk është forca dikush tjetër. Nuk është një person tjetër që do të me ta jep dashnin ty për veten tënde. Do është me kriju vetë dashnin për veten tënde, edhe kur ti e do në vetë, unë qëta e kum kuptu njët, me vitet e mija, e kum kuptu qëta se kur kum fillu me vlerësu vetën tem, edhe me qitë vetën tem para seneve tjera, gjithmonë ato sene tjera më kanë vlerësu mu. Sa nuk e kum qitë vetën para njerëzve, sa nuk e kum qitë vetën primare për çdo sen, gjithmonë më kanë e pa respektume. Nuk kanë ditë me vlerësu njerëzit, se nuk vlerësojnë njerëzit kur ti nuk e vlerëson veten. Kur ti nuk jap vlerat vetes tonë, kush po pra që ka me të jap kur kërkosh. Nuk është egoizëm nëse ti e don veten. Egoizëm është kur ti i bën dëm dikujt tjetër për me qit veten me arrit diçka. Por përderisa unë nuk e lëndoj kërkan, nuk ja cënoj të drejtën kërkujna për drejtat e veta, atëherë pse ka më kon egoizëm.
Shumë e vërtet. Mirë, i përmend Lena edhe momentet e vështira, do të ndalemi këtu sepse sot njerëzit ballafaqohen me shumë problematika, ballafaqohen me ankth, me depresion dhe duket sikur nganjëherë nuk e kanë atë forcën për me vazhdu përpara. Cili ka qenë momenti më i vështirë në jetën tënde që sot edhe kur e kujton thu, wow, nuk e di se ç'është kam gjetë forcë për e te kalu. Po, momentet më të vështira gjithmonë janë fillimet për çdo sen. Për shembull, si femën, në përgjithësi sa herë kum dasht me u fut dikon, njëherë nuk shumë zor e ki me qitë më pa talentin tonë ose pasionin që e ki për diçka. Edhe si femën gjithmonë njerëzit që janë konë në pozita më të larta kanë gjithmonë mundohen me shfrytëzu mënyrën tjetër për me të futur në punë ose me ta jap një mundësi. U kanë shumë sfiduese që kjo pjesë, dhe që kjo pjesë mu në depresion nuk më thonë që më ka qitë, po më ka demotivu. Edhe për një kohë pa ta hek dorë prej pjesës aktrimit sidomos, se u kanë një farë faze ku unë më kanë e re, nuk më pas krah, nuk e kom pas dikon që më ka qua aty, po ju më shku vetë edhe kom luftu vetë për ëndrrën teme. Edhe në momentin që ty të shohin që je vetë, mendojnë që okay, unë jam kryesori këto edhe unë do të më qit kushte kësaj për me hikjo këto. Edhe në momentin që më ka ofruar një kusht, çka do kohë taj kusht, ose sa do me pasu në interes për qatë punë, gjithmonë jam tërhek. Ka njëherë në sytë publikut ose në sytë njerëzve që nuk e dishin thellë që auto ndodh, të ishin lebre se gjithçka e ka provuar edhe ti prova ato e sans po të vez. Nuk o ideja që s'veske, ideja është nuk do isha me dhe si do ishin ata. Edhe mu ka dasht tani mu nal, me punu me veten tem, me imazhin tem, me rrit veten në Instagram edhe në rrjete sociale, me kallëzu veten përmes rrjeteve sociale që unë jam dikushi, që tani më bo oferta të paqa, do me thonë oferta më kom profesionale, mos me deviju. E momentin që ja ka nis me deviju, në veç më tërhek edhe kum thonë, nuk ka vlerë asnjë lloj ëndre për mu, kur vjen puna mentaliteti jam edhe karakteri jam. Do me thonë, unë i kam qëtu parimet e mija, nëse ndodh mbrana që në parimeve mirë, që jo, hiq 5 pare nuk jebi pse i ki dorën për një ëndrës tem. Kam ëndra plot, nuk e kam veç një ëndër. Unë di me kriju ëndrën mrena ditës, e kam një ëndër 3, punoj për qatë ëndër. Unë ëndër e kam me ka në lumtur, edhe çdo sen që më bën të lumtur në veç mas asaj në shkaj. Edhe nëse është një ëndër shumë e madhe, po është që e prek lumturin tem, nuk jam shumë e lumtur me ta, hiç se kam probleme ik dorë. Nuk bën kompromise. Edhe nuk bëj as pak kompromise, po. Edhe jam shumë e lumtur që kam arrit në këtë pikë, që më me hek dorë për sanave që i du. Se përpara kam pas problem. E zakonisht depresionin edhe zhgënjimin e sjell kjo kur ki pritshmëri të mëdha për njerëzve. Unë jam mësuar mos me pas pritshmëri për njerëzve. Je zhgënjur nga njerëzit? Lena? Patjetër, kush nuk është zhgënjur? Njerëzit janë qëtashin ato jetu me një vend, mami tam i këmë thonë, më ke eduku shumë mirë për këtë botë. Do me thonë, më ka eduku që është respekti, që do të me respektu njerin, që do të me konë korrekt në fjallën e vetë, kur ti e jep një fjallë do shme maj fjallën dhe i më fond. Këtë të sene mi kanë mësu prindë e mi, edhe mami edhe babi, por nuk më kanë mësu që shmunët dikush mu mos më ma këthyt njëjtën mënyrë. Edhe më këmenu që kur i marë së do mas Prishtinë, ju marë një qik e rej, një qik pa një kratë fort, ndoshta edhe pa mundësi financiare të mira. Edhe tani kur unë kom provu me një punë, kom provu mu kap në diçka që me njek ëndrrën teme, u kon shumë zhgënjyse për njerëzve, sa shumë kanë njën mundu me të këpërdore, sa në po asnjëherë nuk kanë arrit në atë pikën që mu me më qitë në depresion. Se unë e kom besu më vete, kur ti besu më vete, njerëzit depresion veç vetën e qesin, kërkush nuk qëtë depresion. Unë menoj që depresionin t'ja krijon vetes tonë në kry, të pas pritshmëri shumë dhaja për një njeri ose për disa njerëzve. Pra gjithçka varet nga mendja. Si ajo të bind. Do të thonë e rëndësishme është mos me i qitë kufi vetes. A është e vështirë Lena që në kohën që po jetojmë sot më qenë njëri i mirë? Jo, nuk është e vështirë. Nuk a di qysh, unë për vete e cilësoj veten shumë njëri të mirë. Arsyeja pse e cilësoj njëri të mirë veten është që nuk jam e nëjt keqen dikujna, që mi abo nuk vjen shpreje. Njerëzina ka bojna në ashta pa dëshirën teme ta thom një fjallë që të lëndan, mirë po, ideja jam kur nuk është që me lëndu dikan me një fjallë që peqes për gojes. Unë të më ndodhë rastisht në i sen, po. Unë kur nuk e kom menu me bu diçka për veti, ndërkohë të mëse menu tjetëri mësë po lëndohet. Unë e cilësoj vetën njërit mirë, unë nëse ta bëj njët mirë ty nuk presi me ma këthy kor. Edhe kjo nuk bjen zhgënje më ndej. Unë përderi sa e bëj një të mirë, e bëj veç për shpirtin tem edhe për që mu më bënë mu një... Unë jam shumë e lumtur nëse ti bësh e lumtur për një gjisi tem. Për një dhurate, për një fjale. Unë nuk
hiç nuk pritoj me ta dhoni kompliment. Edhe në rrugë nëse është një femër të bukur, unë jam ajo që nana them, o zot sa e bukur ka. Do të thonë, nuk e kam hiç problem edhe hiç nuk ka problem, ka njëri i mirë. Mendoj që në kohën që jetojmë sot, është shumë e lehtë me qenë person i ashpër, sepse bota sot njerëzit po m'duket sikur po i bën shumë më të ftoftë, më të ashpër, edhe njerëzit për me mbrojt vetëm po bën të tillë. Por unë them që ti je njeri i mirë sot, është bekimi më i madh në jetë. Sidomos unë i vlerësoj ata njerëz që pa marrë parasysh se sa janë lënduar, sa janë thyer, sa janë zhgënjur, prapë nuk e humbin atë mirësinë, atë dritën e tyre në këtë botë. Unë mendoj që jam një ndër ta njerëz. Pavarësisht sa më kanë zhgënjur shoqënia, kanë zhgënjur familja e ngushtë, po familjar kështu. Të zhgënjejnë se për shembull kur s'e kanë kërkushit kanë injoru, edhe s'të kanë njohur, mandej kur bësh dikush e shet tonat për kraje ta bojnë, mandej janë nis xhelozia, kjo ndodh edhe në shoqëni edhe në familje, do të thonë ndodhin në rreth tonin, në përgjithësi ndodh ky sa. Arsyeja pse u bë sfiduese mu ka njëri mirë është që qatë shumë janë të zhgënjur njerëzit për njerëzve, mandej pitutës që mos po zhgënjehem prap, po krijohet një aroganci, tani janë nis një ftohje, nuk mundesh as më ofru një njeri mi fol si njeri, se ta kthen me një ftohje shumë të keqe ose besa të ofendon edhe ndodhin plot gjana që ty thjesht bën më një keq pa i boti kur gjë heq, po realisht nuk jeti problemi. Problemi është sena që ka ndodhur gjatë jetës tyne. Unë gjithmonë i fol edhe mundon atë pak të njerëzve që i kam rreth, shoqënisë edhe motrave të mia, e familjarëve të mi të ngushtë, më ju thonë ti nuk i nevojë më bëj keq. Nëse unë jam e keqe me ty, mos e bën ti i keq. Nëse dikush është i keq me ty, ti s'ki nevojë me prish shpirtin tënd, s'ki nevojë me prish zemrën tënde. Nëse ti tu ka kriju prej e vogël i ritme një zemër të pastër, pse me ta prish dikush tjetër? Mu nuk ma prish zemrën kërkosh. Ti mundesh më konë njëri më i keq në botë, më mundu me i botë senat më të këqija, o nuk ta lejoj mas pari me bu keq, se e kam fuqinë me ta qit një barierë shtu përpara dhe ti di çdo mundesh marr, ma knena s'mundesh marr. Kur ja u çet njerëzve barierat, gjithmonë ka më konë me çdo njeri, edhe me nanën me babë tonin, o mendoj duhet me pas një kufe që okay, ti je nana jem, ti je baba jem, po çtu jam unë? Edhe normal duhet mi respektu prind, duhet më konë para prindve s'dal kur gjë tjetër në këtë botë përpos teje, po prap se prap kemi të rifar prindve, jena tu pa gjithçka në këtë botë. Edhe nëse ti e shet që edhe prindi është toksik edhe është i keq, është i dëmshëm për të ardhmen tënde, që t'ja vlla një kufi, thuj, okej, ti po mendon çto, po nuk është ashtu për mirë për mua dhe bendja ose dëshmoja edhe prindit që nuk është çka po thotë. Veç me fjalë nuk mundesh me dëshmu kërkujna. Unë s'ku mund me fjalë kërkon me bind që kush jam unë. Mu ka dash me punu me vite për me arrit çtu ku jam sot. Po cili është zhgënjimi më i madh Leni yte? Sepse njerëzit kur zhgënjehen, thyhen, e kanë shumë vështirë me vazhdu përpara. Cili është ai Lenës? Zhgënjimi më i madh. Çdo zhgënjim që të ndodh në të ardhmen është më i madh se ai që kalove. Se çdo zhgënjim që kalohet i bën që s'u kon çaq i madh. Kupton? Çdo zhgënjim të rrezon pak, mandej çohesh ose demotivon pak, mandej japet vazhdon. Zhgënjimi më i madh u kon për vetes tam. Zhgënjimet më të mëdha dhe depresionin ta sjell veç vetja jote. Pse unë duhet me besu shumë do njerëz? Unë e kom kriju besimin për njerëz. Kërkush s'ka luftu me ma jep një besim. Unë e kom pranu, e kom pas pritshmëri prej njerëzve më shumë sa që u dasht. Edhe që kjo ma ka kriju dëshprimin edhe zhgënjimin. Zhgënjimin më të madh e kom pas prej vetes anajherët. Edhe çtash jam në atë fazën ku unë nuk du me zhgënjy më vetëm. Edhe nuk pres kur gjopi kërkujna, çka më sjell, faleminderit, edhe mirë pres me dur hap, ama nuk pres diçka që është e pakapshme. Unë senet e mira, qëre kërkosh nuk do me të pa më mirë se vetën. Përpos vetja jote. Kështu që ta e kum kuptu, shqyqër Zotit, edhe qëta që jem shumë rregull me vetën. Veç ta do të me kuptu njeri për mos me pas zhgënjimet në mbaja. Nga njëherë unë thëmë që njeriu për me ndryshu një jetë edhe për me u pjek ashtu, duhet me prek fundin. Po. Që me rindërtu vetën dhe karakterin ti. Kur ka qenë momenti që ti mendon që e ke prek Lena fundin jetë? Kur e ku menu që jeta e me sillet rreth një personi ose një teme. Kur çdo ëndër e kom kriju vetëm lidhje me diçka.
Nuk I kom pas senet jashtë. Domethënë veç e sheh për shembull që shisha edhe ti mendon që aty krijohet familja, që aty krijohet e ardhmja, që aty krijohet gjithçka, edhe kur ti ja u jep atë fuqi njerëzve, domethënë ai njeri ose ata njerëz janë në gjendje me bëj çmos me ty. Se ti ja u ke lshu veten dorë njerëzve. Unë e kom çu veten ndaj çat pikë në jetën time, gjatë jetës. Edhe momentin që ata e kanë pas atë fuqi, e kanë shfrytzuar në mënyrën më të keqe. Edhe po ju më konë për tokë zhag, ju më konë në depresion, ju më konë në çdo fazë ku më kalu në jetën time. Edhe që kjo më ka pru qëtu ku jam sot. Edhe që kjo është ajo që të ka bu ty me të pëlqy une për mendimet e mia edhe për analizat e mia që ja bëj saneve. Nuk I analizoj sanet sipërfaqësisht. Nuk I bëj sanet hajtse. Nuk I thon fjalë të hajtse e thash. E menoj shumë para se me thonë një fjalë, edhe jo vetëm para kamerave, edhe në përditshmëri. I kam fjalë, domethënë nëse ta them një këshill, e them me plot bindje, nuk e them veç hajt me tek qafe. Ti e ke përqafu dhimbjen në një farë forme, e ke përjetu, e ke prek, sepse njerëzit nga njëherë ikin nga dhimbja, ikin nga realiteti, nuk kanë forcë me u përball. Lena. Ajo është më e keqja. Ajo është më e keqja. Për shembull, shohim plot mënyra që ju ikin. Për shembull, e zgjedhin jo alkoolin, e zgjedhin jo me dalë, e zgjedhin jo me ndru persona, me bu eksperimente në jetën e vet, që është tani më I keq që ja bën vetit. Se nuk mundesh me ik realitetit. Duhesh mu ballafaqu gjithmonë me realitetin. Është një gënjem për veten. Po, ti veç I ka ja krijon, veç I ka rënon veten tonë. Unë për vetë jam e kom shfaq veten në mënyrë më të mirë në atë pikë. Domethënë unë e adhuroj veten tem. Jam adhuruese e vetes tem. Qysh kom mujt me përballu këtë atë eksperiencë, qysh jam çu prej asaj eksperiencë edhe më e fortë sa qysh kom ra, edhe qysh e kom kriju karrierën time prej zeros prap. Domethënë ju më kanë pikë karrierës më të madhe, ju më ra bam, edhe ju më çuapet pikë zeros, tash hala më mirë. Tash jeni vetëm më të fuqishme për arsye pse? Se jam një businesswoman, se për shembull përpara më pason që ti kime qenë një bizneson, kime bë këto. Okej, e kom pas në ndije që kom e bë diçka, po nuk kom guxu me menu bashkë shtall. Edhe tash kom rreziku. Tash guxoj me rreziku. Përpara nuk kom guxu shumë me rreziku. Cila kishte me qenë një fjalë që ja kishte thonë gjithatë me persona që ndjehen shumë të lëndum, edhe nuk kanë forcë mjaftueshme për me vazhdu përpara? Ju kisha thonë që forcën nuk mundesh me lyp kërkon. Forcën e ke veç te vetja jote. Po ekzistojnë psikologa, ekzistojnë inshallah si ndodh kujna ose inshallah sa më pak ju ndodh te psikiatri ose çka do po nuk është marrë me shku, nëse jenë pika trona psiqike. Jo që s'është marrë, unë mendoj që është një forcë shumë e madhe nëse ti e merr forcën me shku. Domethënë ti e ka bën një forcë shumë të madhe nëse ti e nin veten keq, trënuar psiqikisht. Unë për vetë edhe me punë kur rënona psiqikisht, shkoj te psikologja, pse jo? Se më ndihmon, çliron, kërkush nuk di me t'jap këshilla më shumë se një profesionist. Nuk mundesh ta ndresh ty dhomën më mirë se një dentist për shembull. Kështu që atë pjesë e ka psikologu, jap atë pjesën do psikologut ose psikologës edhe ai din më së miri. Forcën më të madhe e ke veç brenda vetes tënde. Nëse ti pra që dikush ka me të kapur dorë dhe me të çun kom, prap ki mu zhgëny e ki me ra hala ma shumë sa që je. Gjeje forcën brenda vetit. Çdo njeri e kena një pikë dopt edhe një pikë të fortë brenda vetes. Bani bashkë dyat edhe të qohun kom se çdo njeri mund të mu çun kom. Çdo ditë që qohesh mëngjes, është një mundësi e re që ti mu bë më e fortë se dje. Edhe çto e kom përdorur në jetën time, çto e kom pas motiv për të ardhmen time gjithmonë edhe ka funksionuar më së miri. Një mesazh zakonisht I mirë dhe motivues dhe shpresoj që atyre jashtë sa do pak mundet me ju shërby. Inshallah. Po, Lena, po ndajemi tek një pikë tjetër. Sot po shohim që një rol kyç në këtë depresionin, anktin, shëndetin mendor e ka edhe politika, sepse është faktori kyç me cilin njerëzit përballen çdo ditë, është një pyetje ekonomia, janë pyetje financat, ato hallet e njerëzve sikur po duket politikanët janë bërë të verbër dhe të shurdhur, nuk po I ndëgjon askush sepse kemi 2 vite të fundit që po ballafaqohemi me sfida shumë të mëdha. Po ti si sheh këtë pjesë? Qyre, unë para se me hinë emision e falem që unë jam shumë out me politikën, po çaq di me po, sa që përderisa mrena parlamentit, mrena politikës, ata me zvetis për munen më kuptu, qysh munem na më kuptu me ta, ose ata më na kuptu neve. Është një, si kur në shpe, me pas të kohën problem
burri me gruan, qysh përet që ata musafirin kanë me prit shumë mirë, ose njerëz jashtë kanë me mujt me shërby mirë. Nuk mund është se ti po ki probleme mas pari me veten tënde, mbrana shtëpisë tënde, e nuk mund tani publikun me mja plotsu senet. Po është shumë e vërtetë që politika është një pjesë shumë e madhe, mandej o mendoj që rrjetet sociale i kanë prish shumë votën, rinin, se po kanë pritshmëri shumë mëdha prej rrjeteve sociale, e çesu në një postim që po bëj një pushim Maldives, edhe tani ti kemi pas probleme me burrin tonë, se çirktoja çaj burri, musëm çaj burri. Mandej burri jam ku di çka punon, me kam punon, ti nuk e din, ose nuk e din as burri yt. Tani ai duhet me detyrohet me rënë depresion burri yt, pse gruaja qitin çat pik, se edhe gratë din me i prek burrat në pikat e dobta mas miri, edhe tani po krijon probleme të mëdha. Po gjithçka po është mendoj që është zanafilla te politika dhe te Kjo është një nga problemet kyçet, arsyeja pse diskutojmë se ne jemi në një moshë të re dhe sigurisht që politika e lidhet direkt me jetën e njerëzit. Dhe nëse ndalesh edhe shate vajza të reja në vendet evropiane, sigurisht që kanë shumë përparësi dhe ne ende jemi në një pikë ku duhet të punojmë fort, po që t'ja dalim vetëm banë. Ne ende nuk gëzojmë me mendu që ne kemi një shtet mbrapa i cili do të sjellë siguri për neve dhe sigurisht nuk është e lehtë, as më pak për femra, për gratë që t'ja dalin. Pra për atë arsye po pyes sepse sot fatkeqësisht lehen edhe një numër i madh i të rinjve po ik sepse nuk po mundet me gjetë veten në këtë vend. Edhe kjo për mua është shumë shqetësuese. Edhe a din çka është puna se edhe për shembull njerëzit që kanë biznes këto, edhe që kanë të ardhmë shumë mirë këto, që i kanë të ardhurat e mira, prap ide edhe pikësynim e kanë me dalë jashtë. Me kriju familje. Po, me dalë jashtë, mos me nejtë në Kosovë. Edhe arsyeja pse u ka vjen kjo, i bjen që sado që punon ti, sado që ti je ka mundohesh për çit shtat, se ke fundit unë e kam një biznes në Kosovë. Çdo hyrje dalje është brenda shtetit të Kosovës. E para, e dyta san që është të vinë shtetit të binë edhe ti ki me met. A beson që herën e fundit kur ka ardhur shteti më ka ra mu, unë automatikisht më kap ankth. Se muna me pas një gabim rana që mundet me të kushtu ku me ditë sa që të kthen mas nasha 2 vjet ty me biznes. Edhe mandej qysh, nuk e ki të paktën në fillimet e biznesit si femën, S'ki për kraje. nuk i përkraje. Si i ri, hiq si femën, si i ri. Një i ri don me hap një biznes, nuk e ki asnjë lloj përkraje, po si patë paret. Po i patë paret dush mi deklaru krejt që i bën ato pare. Ti si i ri për shkak 22-3 vjet, ku ki mundësi mi bë paret. Ty zguxon babait me ta financuni diçka pa ta deklaruar çdo sen. Është shumë rregull, është shumë mirë për shtetin nëse është çdo sen i deklaruar. Po do të më qenë reciproke. Ideja është që për neve të vegjlit po duhet mu deklaru çdo sen. Ama të mëdhajt që i kanë senet dhe mundën me investu senet dhe po investojnë senet dhe po bojnë të ardhat e veta shumë mira, ku pi deklarojnë? Kush po na deklaron neve ku pi marrin ata paret? E që kjo është problemi se definitivisht unë për veti jam një ndër ata që mendojnë që të ardhmen biznesin me zhvillu jashtë Kosovës. Që publikisht pe tham, domethënë ardhmja jam e mendoj që kam kohë jashtë Kosovës. Pse? Se unë jam të punu që 3 vjet, dje kena po 3 vjet me biznesin tim, edhe hala jena në krizë. Domethënë hala nuk jena një biznes që okay, ka kriju një bazë të fortë. Është rikthim profitabile. Nuk ka, jo. Badihava punon sa dush, more ti punon 24 orë lidhje me çat biznes. Se ti nuk e ki punën e biznesit vetë sa je në lokal. Se është tani jashtë, jo marketingu, jo ki më marrë me sene, jo Lyp shumë impenjem investim. Shumë lyp investim edhe në fund kur kthehesh, çka po punon për shtetin. Mirë, do ndalim Milena pak edhe tek një pikë tjetër, e cila mendoj që është shumë prezente, sidomos në Kosovë. Kjo bota sipërfaqësore, sepse i përmend edhe te rrjetet sociale që nuk po dim apo kanë ndikën pozitiv apo negativ, sepse gjithmonë te ne në Kosovë gjithçka paraqitet sikur është perfekte. Ekziston ky perfeksionizëm, thamë ashtu, sepse mendoj që në Kosovë njerëzit ende nuk janë edukuar që jetojmë për vetet. Ne jetojmë për tjerët. Ne e kemi shumë të rëndësishme se si po dokemi në sytë e tjerëve, në sytë e botës. E kemi shumë të rëndësishme ta marrim atë aprovimin nga tjerët, po ndoshta nga brenda gjithçka është lëmsh dhe nuk është as pak ashtu siç duket. E vërtet. Fatkeqësisht tash në rrjetet sociale kena shumë çifte pak lumturi, pak dashuri. Po shohim unë personalisht edhe të besoj edhe shumë shohim edhe e dina që kena shumë çifte që ata realisht çift nuk janë. Dashurum nuk janë, nuk duhen, nuk kanë asnjë lloj interesi
shpirtëror ndaj njëri tjetrit për me kon bashkë, po janë shkaku i rritjeve sociale dhe veç për rritje sociale. Po fatkeqësisht tani, po ndikojnë edhe në njerëz që duhen. Pse? Se për shembull, unë jam një çift që nuk jam e lumtur me burrin tim, po i kena kushte shumë mira dhe i bëjna foto të shumë bukura për Instagram. Video të shumë bukura për TikTok. Edhe mandej kur automatikisht ndikon kur e sheh një çik që është shumë e lumtur me burrin e vet, po nuk i ka mundësi me bëj çat jetë te Instagramit. Edhe mandej janë nis problemi. Jo, edhe unë po kam qef, qa ka mund që s'shkoj, e anej, e kënej. Fatkeqësisht shumë janë të ndiku negativisht në për njerëz. Shoh plot të reja që e sheni të rej për shembull, edhe e pyet, çka kin plan për të ardhmen? Është studente, influencere më bu. Domethënë, janë të menu që të konë influencere kanë me pas një jetë perfekte. Jo, duhesh me kry një shkollë, duhesh me marrë një zanat, nëse shkon shkolla, si jo krejt janë të mirë në shkollë, jo krejt vjo shkon mësimi mirë, po ka zanate qatë shumë për femna, që mundesh me kriju një të ardhme stabile, që ty nëse je influencere, okej, në rregull është ajo pjesa jote, po nuk varet më jeta për Instagramit. Është rrjet social, është rrjet i ajrit, nuk ka diçka unë pa i pas dusane që i prejke, që është ke kariku, nuk besoj që kom ullë një karik pa e pa kariken. Apo kupton? Edhe që kjo është që rrjetet sociale janë të jep sene fals sa të mujt. Do me thonë, pse u kom para 2 mujve në pusheme i qëtë sot fotot keshe u shku sot. Ka qifte që e dina që rrehen myten me zveti, mandej qesin në rrjetet sociale një dhurat shumë shtrejt, një diamant, një anej, një kënej, sa nuk ju vyn diamantat, sa nuk ju vyn çantat e shtrejta, kur ti nuk je e lumtur ose i lumtur. E qëtojnë ato e pas shumë në rrjetet sociale, po vlas për qiftet, edhe po vlas për rinin, për qikat e reja në përgjithësi, se djemt apet janë ma, babi jam e thot një fjalë, djemt janë pak si hinuje nuk lagën, adin ashtu, të qysh nuk është shumë ndiku, adin ju me të pike keqe, qikat janë ma shumë. Qikat janë ma shumë që binë sy, deshte s'deshte, na jetë në një vend. Jena që bina ma shumë sy edhe jena që jena ma të ndishme në kësi raste. E rrjetet sociale, influenca e influencereve është i bërë shumë keq. Po, realisht Instagrami më duket dhe gjitha rrjetet sociale janë për një gënjeshtër e bukur, cilën njerëzit e kanë dëshirë ta përjetojnë atë, por realisht lumturia nuk ka të bëjë me vendin. Lumturia ka të bëjë me personat me të cilët ti i rrethum. Lumturia ka të bëjë me veten tënde kur ti fillon edhe punon me veten, sepse ajo është gjithçka brenda nesh. Dhe njerëzit duket sikur e kanë ngatruar pak, sepse sot gjithçka lidhet vetëm me gjëra materiale dhe vetëm me të jashtme, vetëm me objekte, vetëm këto gjëra duhen. Por realisht gjanat më të mira, ato që janë ato që ndjehen, një fjalë e mirë, një person i mirë, një muhabet i mirë, le të them, ashtu edhe diçka që ti ndjen realitetin kur mendja është e pranishme. Në Kosovë e shoh edhe në biseda e sipërt se në asnjë moment nuk e shijojnë momentin. Absolut, jo. Domethënë ata gjithmonë janë sikur në vrap, janë duke diskutuar vetëm për me shkunë për udhëtime, domethënë e kanë shumë të rëndësishme me u dok në sytë e tjerëve. Atë që janë të jetu një jetë që jashtë realitetit, janë dikush tjetër edhe mundohen me jetu në dikën që s'është. Domethënë shkojnë unë nuk më vjen një telefon që është 2.000 euro, sa që ki i fundit, e përderi sa nuk e kam dikën që më kënaq kur foli me ta. Ishte shumë e bukur. Absolut, kur nuk e kam dikën që më kënaq zemrën zanit ti ose i saj, kur nuk i kam njerëzit të dashur që i kam telefon e shkruaj me ta, mu nuk më vjen çaj telefon. Mu nuk më vjen një çantë që nashta nuk i kam 10 euro në çantë, ama çanta jam kushton 5.000 euro. Ku? E kena plot këse, që ja ka bu dikush dhurat, për dina që shpju buon këtë dhurata, edhe tani delqet me në ty e mu, që na zhagitëm të punu. Edhe realisht ashtu është, për me e shoh për shembull, unë punoj shumë. Unë nuk punoj vetë lokale, punoj edhe te i dashuri jam, i ndihmoj te fitnessive që e ka, edhe jena të në kohën të angazhum punë, të në kohën jena nëse si na të punu fizikisht, jena të punu me mendin një tjetrin për me bo diçka në të ardhmen. Edhe kur e shoh dikën tjetër që s'punon hiç s'punon më risant, s'punon edhe e shoh tani të bo një pushim shumë shtrejt, të vi shumë shtrejt. E tani, të one nuk ndikojnë, se unë e di shumë mirë që rrjedhin këto sene, po një e re e ka inspirim që ato. E qaja e re nuk mundet më kon tani me një të ardhme të shnosh. Po, pikërisht
këtu duhet ndalem Lena tek influenca, tek sidomos tek vajzat e reja, sepse unë gjithmonë e kam shumë të rëndësishme që jam shumë e ndjeshme në këtë aspekt, në mënyrën se si flasim në publik, si paraqitemi, sepse unë e ndjej obligim dhe përgjegjësi tek gjeneratat e reja që të lëm një gjurmë të mirë, një shembull të mirë dhe që t'tregojmë jetën reale dhe hapat real që duhet ndjekur në jetë. Dhe shoh vajzat e reja sikur nuk pëshjojnë as ato momentin. Shoh të gjeneratat e reja sikur t'jem reale, po mundohen të rritën para kohës dhe të bëhen sikur vajzat e tjera të cilat janë me vite në karrierë. Shoh që nuk ndjekin studimet, po ndjekin këtë influencën e TikTokut dhe Instagramin, dhe kjo më duket pak sa shqetësuese. Është shumë shqetësuese. Sepse nëse shoh, unë nuk di dhe më t'i dalloj moshat, jem shumë realiste. Po realisht ashtu është. Realisht ashtu, kena në televizion figura publike që janë publike, që janë bo publike në fakt kohët e fundit, që për shembull unë për veti kur i shoh, edhe kur i pyes më që më shatare jam, ndërkohë kur e shoh 10 më rrisë unë. Unë kam ndërhyrje në fytyrën time, unë i kam buzë të bome. Ama unë nuk jam kundër ndërhyrjeve kur, se mos të keq kuptohem me thonë, dul kjo tha. Jo, unë nuk jam çdo sen që të bën plumë tërbane. Ama gjithçka shkon me moshë, gjithçka shkon brenda kornizave. Ti nëse i ki 15 vjet, 17 vjet, 18 vjet, çka ki me ndërhyrje në fytyrën tënde? Çka dën me ndryshu ti se hala mas pari s'tu ka pjek fytyra si ka marrë forma që duhet. E ti po do më jep forma me fillere me botoksa. A din ç'tu ti qysh e pse po bëhen këto është për një influencerës që i ka plus 30 vjet, që ka bën ndërhyrje që është mosha, unë për veti kam plus 30 jam. Edhe normalisht që tash më vjen pak botoks, se jam fytyrë publike, është shumë normale. Ama ideja është që nëse edhe për mua thonë që kam shumë botoks, unë nuk kam botoks fytyrë. Do të thonë ki trudha jam. Po ideja është që nuk jam kundër, unë kam i bë. Një demonstrim real. Po valla, që i kam rrudhat në ball, i kam rrudhat të tek kurkeshi. Po nuk jam kundër që nuk them që s'kam i bë, kam i bë. Se e kam moshën që do të më bë. Se kom i nejt mas pari vetës tem kur dalë pasqyre me knatë synin tem, mandej kur t'i dalë burit për para du m'ju duke bukur, se mësaj duke tjetër më miri tok në one. Po ideja është që je shumë e re, ku je 20 vjetë mërim i botën ato ndërhyrje. 21 vjetë e ka ftyrën si balon. Ideja është që janë në një fazë ku parimore duhet jetë edukimi, duhet jetë shkollimi, duhet jetë mënyra që të pavarësohen, sepse mendoj që vetmja gjë e cila do t'i mbajë të forta në jetë do të jetë pavarësia. Një femër e pavarur do të jetë gjithmonë një femër e lumtur dhe do të jetë e lirë ta jetojë jetën në mënyrën se si ajo dëshiron. Pastaj, gjërat e tjera, këto investime do të vinë gradualisht me kohën, po këto më duket se ne kemi përgjegjësi që t'japim më shumë mesazhe dhe t'i trajtojmë më shumë si tema, sepse fillimisht janë ato bankat shkollore. Po zemër, ama sa të është, nisam për të thot Lena, sa të është televizioni, të i qitë e të jep motiv femrat që janë, ka 20 vjetë, 22 vjetë, e që i kanë kreç të ndërhyrje, edhe dele dhe të kalzën që ty men, pse e ka një qantë 20.000 euro, nuk mënësh, unë e ti nuk kina më ronë sy. Pavarësisht që na kina më mundu, unë e binë sytë ato që dojë, unë e ti, bina në sytë ato që dojë me ngu kitë sen. Se qika që s'dojë me ngu kitë sen, s'ka me nga këqyra s'ty as mu. Për kundra ze, nëse këna mi pas komentet të na shajt, ti dojle me na shqit men neve. Jo, nuk jëm dalë me shqit men kërkujna, unë jëm të dash me jep do këshilla për të rinin, për të ardhën e tëne, nëse do mi marë, nëse s'do mi marë, veç e vazhdojnë s'ke për bënë edhe në regull, jena na. Për ideja është që sa televizioni jep hapësirë, njerëzve që jepin motive që me bo pare, pa u shkollu shumë gabim e kanë. Edhe shkollim nuk është gjithmonë një universitet. Shkollim është kur ti, mas pari e shkollon trunin tënë, të folë me vetën tonë, edhe të e pas motiv një femër, po flasë për femërat tonë kohëna, kur e ki motiv një femën që ka bo arritjet e veta në karierën e vetë. Edhe në njërën e pastër. E jo të e pas inspirim të një femën që s'punon kur gjo. Këtë që ka postën ajo është vëq pushimet edhe jatët. Qysh do mu konti, qysh do me bo t'jatë jetë. Me magji nuk t'vinë të sana valaj. Lena është një thënë shumë e bukur që nëse nuk krenohesh me suksesin, me cilën e ka rrit, atëherë nuk është sukses. Unë e kum një dhe një tjetër. Kur e turpshmja bëhet lavd, e lavdi bëhet e turpshme, që atëherë e kena fundin, e qëtash nga ka që ajo. Dhe më thonë, e turpshmja, me turpshmet janë ka lavdohen.
E kur diçka që ka vlera edhe duhesh më lavdu me të, ja nisin me të po, cringe, çish e bone këto, dije që jena ka fundi se po më dhimë rinia, a beson që une ëndroj më ko non, edhe ëndroj një ditë më bo non. Po beson që kjo rini që u të ardhë o kam tutin. Sa do që ti edukon fëmin në shpe, e mundosh me majt fëmin në rrjedha edhe në binar, moment që shkon shkolla dhe ulet në banka, me fëmijët e dikujna që i kam po paret në mënyrën e lehtë, nuk mundet ai fëmijë më kon ndryshe. S'mundesh ditë sot nuk mundesh fëmin me largu pi realitetit. E realiteti është kjo, fatkeqësisht. Po ne do mundohemi Po, kena sa do pak, ka ende gjana të mira, ka ende njerëz mirë, po është kjo përgjegjësia që ne kemi që mos ta humbasim ato mirësitë cilat na kanë mbetur. Ndoshta janë vogla, po unë gjithmonë mendoj. Edhe them që sa do vështirësi që ka në jetë, sa do gjëra që ka negative, ajo drita dhe e mira prap do triumfoj. Gjithmonë, sidomos nëse je njëri drejt. Shumë vërtet. Edhe nëse je njëri që i ki qëllimet e tua të pastërta, kur nuk të hup. Unë nisën e di që Zoti kur nuk më ka hup. Sa do që më kanë thonë, ti e budall, ti nuk qyr, ti veç një man, e pse ti ta ka bë që të keq, që ti apet i nimove, o nuk ka lidhje ti kur mos më kthe, as nuk du me kthy, se unë i bëj këtu veç për veten time. Edhe Zoti kur nuk më ka hup, kur nuk më ka hup Zoti. Edhe arsyeja pse jam kështu sot, edhe pse jam me shnet mas pari shumë mirë, edhe familjen i kam krejt shnosh e mirë, unë mendoj që i na kanë shumë drejt para Zotit, edhe nuk i kena menu kur të keq në dikujna. Kom punu me fuqin teme. Nuk kom provu me ja përdor dikujna fuqin për me arrit. Forca me nuk ja kom qitë kërkujna kamen qaf për me mri vet dikon. Për kom këshyre kom gjetë një shkollë ku kom mujt ma të sigurt edhe kom ecë. Për ndryshe, për deri sa s'ta kesh përdori ty, nuk mundet më kon e rrezikume e ardhmja jem ose karriera jem në të ardhmen. Liliana, të përgëzoj për vajzën dhe gruan që je sot. Shumë faleminderit që ishe me ne në emisionin zgjatë dhe shumë faleminderit për gjitha këto këshilla kaq të bukura dhe motivuese që i ndave për gjithë publikun ton. Faleminderit ty për hapësirën që ma dha. Faleminderit shumë për temat që i falëm, edhe jam shumë e lumtur që kesh para teje këtu edhe bashkë i çelëm këtë tema edhe shpresoj që dikujna ka me ndiku për të mirë ky muhabeti joni edhe kjo biseda jona. Shumë kënaqësi. Kënaqësia jeme. Atëherë të nderuar shikues, erdhëm në fund të këtij emisionit. Ne falenderojmë klinikën gjermane të syrit për realizimin dhe mundësinë që ta kemi këtë emision kaq motivues. Ne shihem të mërkurën tjetër, natën e mirë, mirëmbëjtje.